Nderuar pjesëmarrës, në bazë të sistematizimit, Komuna e Tetovës ka një njësi të veçantë, e cila duhet të merret me përkrahje të bujqve dhe me zhvillimin e turizmit. Është pra një sektor shumë i rëndësishëm për zhvillimin lokal për komunën e Tetovës në përgjithësi, por edhe për rajonin e Pollogut. Prandaj ne vendosëm që të bashkëpunojmë me ekipet e Agrotim për të krijuar mekanizmat e nevojshëm për ndërlidhje të bujqësisë, bujqve, blegtorëve të komunës së Tetovës me fondet e ndryshme në nivel nacional, ato europiane gjithësisht IPA fondet. Pra, jashtë që do të ketë përkrahje direkte nga platforma Agrotim dhe qendra konsultimit Agrokultura për bujqit, ne do të kemi edhe një protokoll, një marrëveshje bashkëpunimi si komunë, ku në bashkëpunim do të krijojmë atë mekanizmin institucional që Komuna e Tetovës, më konkretisht njësia për përkrahje të turizmit dhe të bujqësisë, të jenë në shërbim të gjitha ideve për investim në bujqësi dhe në turizëm. Me këtë vlerësojmë që do të zhvillojmë kapacitetet lokale të bujqve të Tetovës, edhe të fshatrave në pjesën e malësisë për zhvillimin e turizmit rural. Mali Shar ka një potencial të rëndësishëm, i cili nuk është shfrytzuar, ka fonde serioze të cilat janë nga fondet europiane, por edhe ato në nivel nacional për përkrahje të turizmit, të cilat ne duam që t'i vendojmë në shërbim të zhvillimit të rajonit malor të fshatrave të Malit Shar. Pra në këtë drejtim, për mua është një kënaqësi e veçantë që kemi ekipet e Agrotim dhe Agrokulturës, me të cilat do të bashkëpunojmë afër në periudhën që vjen, me të vetmin qëllim që sa më shumë fonde të thithim për përkrahje të turizmit edhe të bujqësisë, dhe kjo të jetë një katalizator edhe i zhvillimit ekonomik lokal. Në periudhën që vjen do të kemi organizime të tilla konsultative, do të kemi edhe kontakt, komunikim më të afërt përmes njësisë për zhvillim të turizmit edhe të njësisë për zhvillim të bujqësisë, me të vetmin qëllim që t'ju mundsojmë që idetë e juaja të mund të përkrahen edhe në aspektin organizativ të përgatitjes për përpilimit të planeve të biznesit, por edhe të finansimit të njëjtave apo sigurimit të fondeve. Edhe përkundër faktit që në këtë fazë komuna si pushtet lokal nuk ka ndonjë përgjegjësi, ingerencë të decentralizuar, nuk mund të themi që kemi ndonjë fond të serios të pushtetit lokal, por ajo e cila është do të jetë në shërbimin e bujqve dhe atyre cilat duan zhvillojnë turizëm rural, por edhe pjesën tjetër ne kemi qendra të rëndësishme edhe për zhvillimin e turizmit fetar apo religios. Kështu që ne si Komunë e Tetovës, gjitha resurset tona të cilat i kemi në dispozicion do t'i vendojmë në shërbimin e juaj. Ju falenderit, blagodaram i neka nije čestito sorobotkata.